Rreth 80% e vijës zbardhetare në Lezhë administrohet si plazh publik nëpërmjet shoqërisë Lezhë Invest, prej të cilave 65% e këtyre hapësirave do të jenë pa pagesë për pushuesit, këtë e bërgatitur kryetari i Bashkisë Lezhë Pier Ndreu. Gjatë një takimi të zhvilluar në praktikë sezonit turistik, Ndreu ndalet tek tarifet e shërbimeve në plazhe, duke theksuar se ato do të jenë unifikuara sipas kategorive përkatëse, me çmimet e publikuara dhe faturat e fiskalizuara për çdo shërbim të ofruar, sipasi subjektet që nuk respektojnë këto detyrime do të përballen masë administrative deri në ndërprerjen e kontratës. 80% e territorit është publik, 66% e kësaj 80% që është free, në zemër lek. 14% është vetëm në menaxhimin e Lezhë Invest. Pra, 20% është me hoteleri. Pra, nuk ka dilema fare se jo ky e jo ai, jo ka e jo s'ka. Bëjmë fjalë nga Talja deri te Ranahet. Ka mënyra për bë plazh sa dush si dush. Jo s'kena zona publike, kena zona ka sa dush. Kështu që gjitha këto duhet të monitorohen. Dhe pranaj është ky takim për të monitoruar me një skemë ku implikohen të gjithë, ku të gjithë bëjnë punën e vet dhe nuk lejohet askush të dalë jashtë skemës së përcaktuar. Sa janë me kontrata me hotelerinë, sa janë edhe me kontrata me Lezhë Invest, sa janë bosh. Edhe njëherë të qartë të saktë, as edhe një hoteleri e as Lezhë Invest që shet një shezllor nuk mundet të mos ketë tabelë çmimesh atje. Tabelë e nuk mundet të mos ketë kushte të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit si stacion plazh. Drejtori i Policisë Vendore në Lezhë Arben Asufi deklaroi se strukturët e policisë do të vijojnë në aksion kundër paligjshmërisë gjatë gjithë sezonit turistik, duke angazhuar të gjitha bunimet e nevojshme për garantimin e rendit, sigurisë dhe mbarvajtjes së sezonit veror. Do të vendosim të gjitha burimet tona njerëzore dhe logjistike që të grupunet jetë eficient dhe efikas për realizimin e detyrave që do të caktojnë. Pika e dytë në lidhje me trafikun rrugor, mos eficiencën që ka qenë në vitet e kaluara, unë personalisht po dhe varësit e mi do të jemi më fleksibël, do të qëndrojmë dhe vetë në rrugë për ta bërë trafikun më të rrjedhshëm, dhe mos ketë pengesa për vizitorët, por dhe vetë qytetasit që kemi. Institucionet vendore të autorinit në Lezhë synojnë që përmes koordinimit të ngushtë të garantojnë një sezon turistik të sigurt, të organizuar dhe me standarde më të larta shërbimi.